Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së gaforës. Do bëjmë leximin e radhës për ju, duke filluar me Pelegrinin. Të dashur, çfarëdo që jenë duke filluar një rrugtim, një ndryshim në jetën e juaj, që paksa eksplorues ta quaja, që ndoshta ende nuk di saktësisht ku e duke shkuar, apo çfarë do të ndodhë, por mjafton që keni guximin. Kjo letër përfaqëson fillimin e një kapitulli të ri në dijeve të kuptim, apo madje edhe një projekt të ri, çfarëdo që të jetë, po kërkon kuptim, drejtim dhe po i qasesh jetës me një zemër të hapur. Sikur jeni gati për të eksploruar, të dashur gafor. 6 gurit, që quhet kjo letër, shikoni sa e bukur që është në një farë mënyrë. Dhe atë çfarë po gjen në këtë rrugë që je duke u nisur, që nuk po di akoma çfarë do ndodhë, ja po fillon tregon çfarë. Një pemë që është e rinjosur thellë dhe jep frutë, kur balanca është aty, mes dhënies dhe marrjes, kur është e drejtë. Kjo letër absolutisht do t'jap në ato marrëdhënie, projekte që je duke ndërtuar, që do jenë super të balancuara, që tregon në fakt që nuk ka patur një balancë, ke dhënë apo ke marrë më shumë. Nëse jo, kjo është një thirrje, nëse jo, të dashur gafor, kjo është një thirrje për të rishikuar themelet e diçkaje që je duke dashur për të ndërtuar, sepse pa drejtësi të mbrëmshme, pa drejtësi, pa të balancë, gjithçka mund të lëkundet. 8 të gurit që sjell një mesazh praktik, ta them, puna që je duke bërë, qoftë emocionale, shpirtërore apo konkrete, do të japë rezultate, por gjithmonë duke qenë të balancuar. Do të japë absolutisht rezultate, por nuk do jetë lehtë. Asgjë nuk ka të lehtë, dashur gafor, sot apo jo. Është energjia e përkushtimit, përpunimit, ndërtimit me qëllim. Në këtë fazë je duke vendosur gur pas guri themelet e një jete që po i përgjigjet në fakt shpirtit tënd. E di se në çfarë më kujton, të dashur gafor, je duke bërë diçka me një zell, me një disiplinë, përkushtim të madh për të ndërtuar diçka. Qoftë projekte, qoftë diçka në familje, qoftë në marrëdhënie, dhe kjo vërtet është një letër inkurajuese të mos dorëzohesh edhe nëse nuk sheh me njëherë rezultate. Absolutisht, kjo është ajo atë gur duke e ndërtuar. Dhe asi i pasqyrës vjen si bekimi më i bukur që mbyll këtë lexim, të dashur gafor. Një zemër të hapur, një ndjenjë që rifillon, një vetë dashuri që rilind, apo çfarëdo që të jetë, jeni duke u ndjerë, po do të ndjeni së shpejti burim i pastër i ndjenjës, kreativitetit, apo dhe i lidhjes së sinqertë. Pavarësisht sa shumë ke punuar, sa shumë ke kërkuar, apo dhe mësuar, tani je gati të ndjesh sërish, të dashurosh, të krijosh nga një vend i pastruar, ta them unë, duke rindërtuar nga fillimi. Pra, mesazhi i juaj, të dashur gafor, ti je në një ndërtim të diçkaje, ndërtim e sipër, jo vetëm të një jete të re, por të një zemre të re, një ju të ri. Ke filluar të shohësh veten me shumë dashuri, por rikthehesh tek ajo që ka vërtet rëndësi për ty. Jo më të mirë me dramë, me gjëra që na harxojnë energji. Dhe ky është fillimi i një dashurie, ndoshta me dikë tjetër, por mbi të gjitha, të dashur, duke e parë veten me një dashuri më të madhe kësaj radhe.